Pas shpalljes së kandidaturës për pozicionin e avokatit të popullit, Endri Shabani ka dorëzuar pranë KQZ tërheqjen si drejtuesi partisë Nis Mathurje. Në letrën drejtuar KQZ, Shabani njofton se brenda partisë janë organizuar zgjedhjet e reja dhe kryetari është zgjedhur Elton Canaj. Shkresa e Endrit Shabanit drejtuar KQZ-s. I nderuar komisioner, përmes kësaj letre duam t'ju informojmë se më datë 15 tetor 2025, zoti Endrit Shabani ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i kryetarit të subjektit Partia Nis Mathurje. Pas krijimit të vakancës janë organizuar zgjedhjet për kryetar dhe struktura drejtuese të partisë kanë zgjedhur në krye të partisë zotin Elton Canaj, që më datë 24 tetor 2025 këto vendime janë depozituar në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë dhe qëndrojmë në pritje të regjistrimit të tyre në regjistrin e partive politike. Ju e japim këtë informacion pasi më datë 3 nëntor 2025 është afati për dorëzimin e raportit të shpenzimeve të kryera nga subjekti Partia Nis Mathurje për zgjedhjet e përgjithshme të datës 11 maj 2025. Sipas legjislacionit, ky raport duhet të autorizohet edhe nga kryetari i partisë, por duke qenë se kryetari i mëparshëm ka dhënë dorëheqjen, ndërsa vendimi për zgjedhjen e kryetarit të ri ende nuk është regjistruar në regjistrin e partive politike, jemi përpara një situate të veçantë. Sipas statutit të partisë Nis Mathurje, drejtimin e punëve të përditshme të partisë, si dhe përfaqësimi me të tretët, ushtrohet nga sekretari i përgjithshëm, gjithashtu për të mos lënë asnjë ekivok. Përpara dorëzimit të dorëheqjes, kryetari i mëparshëm ka lënë edhe një autorizim të posaçëm, duke ia deleguar të drejtën e përfaqësimit në KQZ sekretarit të përgjithshëm të partisë, përsa mos sipër për të respektuar afatet e vendosura nga KQZ dhe me synimin për të shmangur çdo penalitet që buron nga dorëzimi përtej afateve i raportit, po e depozitojmë raportin për shpenzimet e fushatës zgjedhore të 11 majit 2025 me firmën e sekretarit të përgjithshëm dhe të financierit të partisë, duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj gjithë të mirat. Brunilda Dhrami, sekretare e përgjithshme, Partia Nis Mathurje.